kushtetuese lindin bashkë me drejtat kushtetuese. E drejta kushtetuese i ka lindur vetëvendosjes se propozoi kryetarin e kuvendit sipas rezultatit të zgjedhjeve, prandaj lindi dhe detyra kushtetuese që të garantojë një shumicë për votimin e kandidatit apo kandidatës për kryetar të kuvendit. Pra në këtë rast, lëvizja vetëvendosje ka për detyrë kushtetuese në momentin që i ka lindë drejta kushtetuese që të propozojë kandidatin, të gjejë edhe konsensusin brenda kuvendit në mënyrë që kandidati të kalojë. LDK-ja ka kërkuar qeverisë tranzicionale, a keni qenë ju për apo kundër kësaj ideje të lidhjes demokratike? Ajo është qëndrim zyrtar i LDK-s si zgjidhje opcionale për kalimin e krizës, një qeveri me një mandat dhe afat të caktuar për të krijuar një situatë më të relaksuar politike dhe për të gjetur një zgjidhje më të pranueshme deri në zgjedhjet e ardhshme. Pra, ideja është të ketë një qeveri të përbashkët me një mandat të caktuar, në mënyrë që të kalohet kjo situatë dhe të relaksohen raportet ndërmjet partive politike dhe të ketë pastaj një qeverisje normale. Deri kur do të vazhdoni kështu me abomin në farformë Argatin Albin Kurtit apo keni marrë mas Çka nuk kupton Argatin Albin Kurtit? Në farformë, domethënë deri kur keni vazhduar me mbledh çdo 48 tetor? Nuk është Argat ndaj Albin Kurtit dhe ndaj askujt tjetër, është detyrë kushtetuese, është detyrim ndaj qytetarëve të Kosovës që na kanë votuar dhe është obligimi jonë që të paraqitim sipas rregullore së Kuvendit të Republikës Kosovës çdo 48 orë për të tentuar gjetur zgjidhje. Zoti Koshme, që është obligim kushtetues, a ndjeni ndonjë përgjegjësi ju si opozitë me kalu këtë ngërç të marrë parasysh që tashmë ka dështu lëvizja vetëvendosje edhe kjo e 17-ta herë që Patjetër që ndjejmë obligim dhe për këtë arsye dhe kemi dhënë opcion. Përndryshe nëse ne do të ndiheshim të papërgjegjshëm, nuk do të japnim një opcion. Por drejta kushtetuese i lind vetëm lëvizjes vetëvendosje sipas gjykimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, i ka lindur e drejta vetëm partisë apo koalicionit që del i pari me rezultatin zgjedhor që të propozoj kandidatin apo kandidatën për kryetar të kuvendit. Pra vetëm ata kanë të drejtën dhe normalisht me këtë drejtë lindin edhe obligimet. Dhe ata kanë obligimin që të krijojnë një shumicë që ta kalojnë kandidatin që propozojnë. Nëse do të ishte një situatë ku ata do të kishin numra që vetë ta zgjedhin kryetarin e kuvendit, normalisht që është e drejtë absolute tyre ta propozojnë këndon sepse i kanë numrat dhe kalojnë. Momenti ku një subjekt politik, qoftë ai koalicion, grup partish apo parti e vetme, nuk i ka numrat, atëherë detyrohet që të bashkëpunojë. Bashkëpunimi është dialog. Dialogu don të gjitha palët me shuka pak pe. Pra në këtë rast me lind obligimi lëvizjes vetëvendosje që të jetë ajo që ofron dhe gjatë zgjidhjen. Ne kemi ofruar zgjidhjen, nuk ka qenë e pranueshme për vetëvendosjen si duket, atëherë duhet të presim që lëvizja vetëvendosje të gjejë zgjidhjen. Shpresoj që shumë shpejt të afrojë një zgjidhje. Thatë që propozimi ju është edhe për me relaksu situatën politike në vend, a sheni që ka filluar që nga propozimi ndonjë relaksim i pozicioneve i situatës në mes të partive, se të paktën publike nuk po rrehet? Ka pas një takim përbashkët gjitha partive politike të presidentja e Kosovës, që është një hap i mirë, hap pozitiv, por jo mjaftueshëm. Është i pamjaftueshëm derisa nuk ka një zgjidhje. Ne angazhohemi për zgjidhje dhe zgjidhja duhet të gjendet në kuvend, partitë politike duhet bashkëbisedojnë, partitë politike duhet ta gjejnë një zgjidhje qoftë ajo shkuar në zgjedhje. Faleminderit.